Unë jam Jorida Tabaku, deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Nuk është e lehtë lexosh lajmin që 2 fëmijë kanë humbur jetën, aq më tepër kur je vetë nën. Mirëpo lajmi s'kish mbaruar, e filloi spektakli. E nuk po flas tu për aksidentin, po flas për atë që erdhi pas tij. Për pamjet e transmetuara pa filtr, pa përgjegjësi, pa asnjë moment hezitimi, si t'ishte diçka normale, si t'ishte diçka e rëndomt. E ne duhet ishim duke folur sot këtu pse fëmijët tanë luajnë buzruke e jon parqe, pse njerëz të papërgjegjshëm lejohet qarkullojnë rrugët e qytetet tona pa kontroll. Por jo, sepse media tona u përqendruan tek spektakli. Kush e transmetoni pari, ekskluzive vdekjen. Çdo ditë unë shkoj në punë e një nga detyrat e mia është të mbroj lirinë e medias. E bëj këtë me bindje. Jo për të bërë punën, por me bindje sepse e di se çdo të thot një media e lirë në një vend që ka njohur censurën. Ne shqiptarët i dim mirë kostot e censurës. E dim sa e shtrenjtë është liria. Por sot unë dua t'ju them diçka që ndoshta nuk e them shpesh. Unë punoj që ta mbaj shtetin larg kontrollit medias. Por kjo kërkon diçka dhe nga ju. Kontrolli duhet të vijë nga vetë mediat. Ju zgjidhni, nëse dhimbjen e dikujt do ta trajtoni si mall për t'u shitur. Unë mbroj lirinë tuaj që t'informoni pa censur, por ju duhet ta vlerësoni e tregojeni profesional me atë liri, çdo ditë, me çdo pamje që zgjidhni të transmetoni e mos ta transmetoni. Sepse liria pa etik nuk është liri, është vetëm pushtet pa përgjegjësi. E kjo, miqtë e mi, e di që dëmton besimin te media më keq se çdo ligj. Unë e di që ka njerëz media që mendojnë publiku do ta shohë, do bëhet virale, po ka gjëra që nuk maten me klikime. Familjet e atyre 2 fëmijëve. Ato nuk zgjodhen të bëhen lajm, nuk zgjodhen që dhimbja e tyre të bëhej material transmetimi. Raportimi i aksidentit dhe investigimi i shkaqeve është informim. Por dhimbja është spektakël. E pikërisht ky është kufiri që nuk duhet kaluar. Dinjiteti njerëzor. E kur ky kufi shkelet, jo nga keqdashja, po ndoshta nga shpejtësia, nga kopimi, nga indiferenca, atëherë jo ligji, po ju vetë i bëni dëm lirisë. E prandaj unë dua t'ju kërkoj diçka. Jo si politikane, po si grua, si nën, si dikush që i ka pa ato pamje e nuk i heq dot nga syt. Bëjeni punën tuaj, po bëjeni me dinjitet. Sepse mbas çdo titulli e pamjesh ekskluzive, është një jetë njeriu. E mbas çdo jete, është një familje që nuk do ta harroj kurrë se si e trajtuat. Që nga jugu në veri me të rënjë e rësirë në përshusha. Jeki, do ta qoj. Jemi si dy tastiera pianoje, ti është kjo tastiera e parë. Ka zoni që... I qikmyk. Të bëjmë serios dhe të falenderojmë zonjën Tabaku që foli në emër të gjithë atyreve, jetët të së cilëve janë prekur nga raportimet e papërgjegjshme ose titujt bombastik. Ngjarja e Durrësit na ka prekur shumë edhe neve si staf, si redaksi, dhe përfitojmë nga rasti që t'i shprehim ngushëllimet më të ndjera familjarëve, duke shpresuar që kjo të jetë hera fundit që ndodh një tragjedi e tillë. Por nuk ikim dot nga Durrësi, Flor, sepse në këtë qytet, i njëjti shtet që nuk parandaloi dot vrasjen e 2 fëmijëve, po toleron një abuzim tjetër, në një formë tjetër me fëmijë të tjerë. Piranja Jonida Mukja ka zbuluar një histori tronditëse ku disa minorene ushtrojnë prostitucionin në mes të Durrësit. Pyetja e parë që të vjen kur e dëgjon është pse? Pse është detyruar një fëmijë të shes trupin? Pse u duan ato para? Për të ndihmuar familjen apo është dikush nga mbrapa që detyron? Dhe mbi gjitha, çfarë bëjnë prindrit? Ndjekim investigimin tronditës të Piranjës son, Jonida Mukja.
Goca ime është 15 vjeçe. Është shumë problematike, nuk më ngjon fjalën. Në një kohë kur marrëdhëniet të brenda familjes po përballen me sfida të reja, të rinjtë e moshës 14 deri në 17 vjeç, pjesë e gjeneratës Z, gjajnë gjithnjë e më të distancuar nga personat që i rrethojnë me dashuri dhe afeksion. Bota e tyre shpesh është më e mbyllur, e ftohtë dhe ndonjëherë e ashpër, sidomos ndaj prindërve. Ndaj, ne sot do të flasim për një rast që nisi si një denoncim i 4 nënave nga qyteti i Durrësit, por shpejt kuptuam se kemi në duar një bombë të vërtet sociale e cila ndodhte çdo ditë në hundën e institucioneve. Ndërkohë që viktimat ishin disa djemë dhe vajza minëren që kishin zgjedhur një rrugë të rësisht të gabuar, aq më tepër kur flitet për një grup adoleshentësh. Djali filloi iket nga shkolla. Ishte shumë i stresuar, nuk na ngjon si prind, sillet shumë keq. Tani në fund ka filluar dhe ik nga shtëpia. Kam hallin e gocës, më ikën prej shtëpie, iku një herë, iku 2, 3, kjo që ka ikë është hera e 4. Është lidh me një gocë, shoqëri nuk e di as tregon. Arri me 3-4 shoqe, me 2 çuna, nuk më zor ta hap telefonin. Kam një muaj që djali më ikën nga shtëpia, marrën telefon ku je, jam tu, jam aty. Ka raste që më tregon të vërtetën. Fëmijë që largohen nga shtëpia duke shkëputur çdo lidhje me familjen, madje duke arritur në një etapë ku urrejtja ndaj prindërve ka përcen çdo arsye. Po kam shumë probleme, ka një javë që s'është kthyer në shtëpi. Iku një natë, erdhi, ishte keq fare dhe nuk donte me na pa fare me sy. Çfarë ju tha? Mu zhduk nga syt, nuk du të të shoh, do iki, nuk ju pis juve, gënjen shumë. Ku rrin? Jemi në shtëpi, thot. Në shtëpi të kujt? Në shtëpi me qera. Si e kuptove që ishte? Nuk ishte në shtëpi. Në çfarë ore ishte? Në 12 natës. Sa kemi ranë në gjumë, ajo kishte ikë. Si hiku nga? Nga dritarja kishin me marrë me makinë. Po do vi, edhe gozi gënjante shumë, ka marrë shtëpi me qera. Ku i siguron të ardhurat? Nuk e di. Ju i jepni? Ja, nuk i jap, nga herë i jep shorti. Sa mund t'i jap? 10.000 lekë, 20.000 lekë, më shumë nuk i jap. Ajo thotë unë haj për jashta, nuk më tregon më asnjë gjë. Para një muaj mu bashku me ca shok e shoqe që ishin arrogante dhe ato. Jam shtëpi me qira. Ku i gjete lekë? Tha shumë që keni me shtëpi me qira. Po ç'duhet ty më tha mu ku i gjejmë neve. Nga aty me makina me qira. Shtëpi dhe makina me qira, dreka e darka jashtë dhe shumë para në përduar. A duhet të dyshojmë që diçka shumë e madhe fshihet pas kësaj? Ku e merr shtëpinë me qira? Nuk e di. E kemi pyet, po ç'ke ti thot? Ke kërkuar ndihmë? Kam kërkuar ndihmë në polici, kemi qenë 3 gra që kishin dhe ato 2 goca, një çun, por asgjë. E lam njëra numrin aty dhe s'morën fare në telefon. Çfarë ju than atje? Asnjë përgjigje nuk morën. Lam dhe një targ taksie dhe s'morën masa fare. Nga ju doli kjo targa e taksist? Ndoqa qunin unë. To ditë e fundit iku prap, e gjetëm durë, morë me polici, një javë një të mirë. Si e gjetët me policin? I kishim thënë policisë. Po e runë të burë, të shtëpia e shoqe, e pa. Çfarë tha në polici? Që iki me një shoqe, kur rrinë e ku hanë ato, zbzon fare. Fëmia s'm ka pasi ka si nga shtëpia. Sa u bashku me këtë grupin, mu ka fillu fëmia me mik se kam pas shumë tregullit, punonte, më rrinte në shtëpi, u kujdeste për motra për vëllezër, do vi, më thot, do vi dhe nuk vjen. Çuni u bë faktikisht një javë që s'vjen. Kur largoi, të thoshte që po dal? Thonte do dal, thatë, shpejt do vi shtëpit për një orë, ajo nuk vinte. Tregonte më vonë se ku ka qenë apo çfarë? Kam qenë në një vend, nuk më tregonte as pak. Kjo tablo e zymt që paraqesin nënat për këtë grup adoleshentësh është një realitet krejt i ndryshëm dhe përkthehet në liri, qejf dhe para, por edhe komunikimi i ashpër dhe me doza arrogancë ndaj prindërve. Me teatrin përplasur, jo s'ju dua, jo s'ju bëj, ju jeni të varfër, s'keni lek, unë dua lek. Më tha një ditë që pse ke marrë babin ti pa lek, kishe marrë burr me lek. Ka hyj leku në qep, se i morën telefonin që ja hoqëm, thy 2 përplasur, shty, nuk jo du, ti telefonin të ma marrish mu, tha unë ti ki pra. Flas ku je, bo ik, ti mi thot shketim drejta një, ke moj 25 sem. Që është a fjalo që flet? Jam nona jote, i thash, unë duhet flasësh ta moni, i thash, u qak të ma bete. Po i gri se djuqa, po je vogla, ik që du, ju thot mu dhe ma fik telefonin. Qa do në re, thot, pse merr një mi herë në telefon, pse më shkruan ka shpesh. Po më mam, do vish në shtëpi se bërë një javë, ku do hash, ku do pish, po ç'ke ti thot?
do ta shpjegoj kur të kthehem. Nuk është më i vetëdijshëm se ç'a bën. Me rroba i ikën të në bëtë ca rroba gaci, do vi prapë. Çfarë të thotë? Në qave kokën, nuk duroj më juve, që thjesht vetëm atërat për çdo gjë. Nuk duron fare. Vjen në shtëpi rrin cop herë dhe largohet. O bo gati 2 javë që është largu nga shtëpia. Po ku shkojnë këta fëmijë? Cila është rutina e tyre? Pse marrin banesa me qera? Dhe mbi të gjitha, përse kanë kaq shumë lek në përduar? Po dhe mund të jetë rrezik trafikimit. Se din, mendja të shkon abuzim seksual. Ti çfarë mendon se mund të bëje? Pin, droge, ashasha. Unë pres nga djali moment që të më marrin telefon se nuk e di me çin është bashku me një grup trafikantësh, nuk jam dieni për asnjë lloj gjëje. Dyshoj se ai është përdorues. Kam qenë dieni që vajza ime ka pas raporte me ideal, që 12 vjeç e pa. I kam bërtit, i kam rraf. As pak në si ndryshim. Ti e ke njohur këtë person që vajza ka patur? Pa, kam njohur. Takuar ndonjëherë këtë person që pretendon se ka pas lidhje me vajzën tënde? Po, thonë që kam seriozisht me gocën. Sa vjeç ka qenë ai? 15, 16, gjë e tillë. E denoncove ndonjëherë këtë person në polici? Jo, nuk e denoncova. Këtu jemi në një situatë ku rebelimi i fëmijës shkon paralel me pafuqinë e prindit që ndihet thuajse i dorëzuar. Në çfarë moshe ka filluar djali ti shfaq këto probleme? 15. Ishte në shkollë atë? Po ishte në shkollë rregullisht. Si shkonte me mësimet? Mirë, shumë i zgjuar. Mirë. Nuk e donte. Shkonte për hatrin ton, vetëm se ne ka ngulsh. Ka pas mësuar, mujt e fundit me fjalë që... Po mësueset aty ankoheshin ndonjëherë për vajzën, për mungesa të parësyeshme? Po, për mungesat, po, që ka vazhdu tani. Ti njoftoheshe në moment, apo? Po, merr të mësuesja, ka ikë, e kalon, thoshta orën e fundit. Po me shoqërinë e vet ke folur, aty ku dyshon ti që mund të jetë? Fola unë, ajo thotë s'është me mua. Se shoqëri tjetër që i ka pas shoqe, ato e kanë larguar. Në rastet e ngjashme, një rol të rëndësishëm në degradimin e kësaj grup moshe luajnë personat e rritur me të cilët ata shoqërohen. Dëshira e adoleshentëve për të frekuentuar djem dhe vajza më të mëdhenj është e njohur dhe me sa duket edhe në këtë rast nuk ka munguar. E një shoqërinë me cilën rrin djali? Jo, vetëm me çunin dhe një shok. Janë bashk? Mendoj që janë bashk. 14, 15 janë gocat. Nga 17 janë çuna, tjetër nuk di. Edhe gocat tjera që i kemi marrë në telefon, ato janë nga 18, po ato njësoj janë si këto, fshihen. Ikun shkolla ditë dhe su kthy më. Shkum duhe kërkuar kështu, erdhi vetë. Pas sa orësh erdhi? Nga masditja erdhi kjo. Juve njoftut policinë? Ditën e parë jo, kam qenë Durrës ta kej shoqe. Kush u asiguron këtë shtëpia me qira? S'tregon. Me në telefon thotë ma do vi shoku ime të marrë rroba, se s'vjen vetëm i mam, po jo do vi ai me taksi, e ndogja dhe taksi. E dija që ishte ke Volga, nuk ishte aty, më tha jemi plazh. Aty taksia më humbi dhe nuk arrita do ta zbuloja kurrin të. Nuk më tregon as pak se e kam pyetur. I kam gjetur, më thotë mua, lekët dhe asnjë gjë tjetër. Në këtë situatë që ka përfshirë disa familje adoleshentësh, një rol ndihmës duhet të kenë dhe institucionet, që në këtë rast, me sa duket, nuk kanë qenë në lartësinë e detyrës. Në qendrën sociale kam shkuar shpesh, në polici. Çfarë të thonë? Asnjë gjë s'kam bërë deri tani. Dje kemi prit shumë një përgjigje, kemi kontaktuar me njëra tjetrën, por s'kan marrë. As për targën, as për fëmijën. Kam praktik derë, po as zgjidhje, as si gjë. Se din, ajo a kthehet apo s'kthehet, s'ka ndërmend që të kthehet shtëpi. Pova te deka, ka marrë ditha shumë u drejtu këtu ke juve. Fëmia ka më bon gati 2 javë që më ka ikur nga shtëpia. Ka marrë shtëpi me qira, janë bashku një grup, janë mosha 17, 14, 15 gocat. Unë nuk largohem nëse ju fëmijë nuk ma sjellni në shtëpi. Edhe më bëj një karatin për gocën, s'm ka fare shtëpi. Do të merr masa se goca më ngiti vetëm në rrugëve, shtëpi me qira, a kupton, me 2 çuna, ja. Është goca, mund të jetë një gocë tjetër, nuk e di. Në bar, ke Volga, po ku i merr lekë? Nuk e di, mund kërkon lekë. Nga biseda e nënave me punonjësit e policisë kuptohet se jemi përballë një situate të përsëritur, e cila vetëm sa rëndohet ditë pas dite duke dalë të rësisht të jashtë kontrollit. Ku je? Për pak do vi. O goca, më thon se jam mirë, ku je? Do vi më në Volga jam. O zema se po më merr të fryma se do të vras me do të vras. Nuk la jom fjalën për asnjë gjë, vetëm nuk thot mjaf, ti flet shumë. Dhe prap nuk reagon fare, nuk Është ti smur apo ke vdek? Këtë javë ka filluar fjalor të pis. po probleme të tjera, që të ketë konflikte me shoqërinë apo me u futte për shokët shumë. Po të zgjidhet do shkonte edhe ky. Ka pas raste që kemi shkuar në polici. Është bërë shumë agresive, thy këtë, thy atë, më ka gjujtur dhe mua. Ti si je nën
telefon për mu, po është tjetra më e mirë. Ka 4 ditë tani, as s'ka marrë në telefon, as nuk e di se ku është, as se ku ha, as se ku pi. Qa ke ongë, qa ke pi, s'maj menu, thot qa ka mangu, për si s'ma men ti thash qa ke ongë. Nuk majnë menu, s'është me trun të veta, rinë shak të drogra, gjona. Po flasim për djemë dhe vajza që janë ende fëmi, por fatkeqësisht nuk sillen as pak si të tillë. Jeta dhe veprimet e tyre për nga agresiviteti shpesh herë ka përcen çdo kufi imagjinate. Të goca filloi t'u qajt, t'u mek, edhe doli. Bafa ku unë jam thash ke parkim. Me sa ty në çuna vjet ndërmoj një thik kaq modhe. Nga nxorrit ka? Nga çanta. Nga çanta vet? Po. Çfarë të thanë momenti që qiti pikën? Po apo qieta. Rrëfimi i shkurtër i këtij babai është vërtet rënqethës. Mos harroni që po flasim për një vajzë vetëm 14 vjeçare. Alo, që se nuk e shes trupin tim. Ti thjesht gjë klient. O, motra, më thuj po jo, nga 250 pak në sa që kemi sonde. Ju lutem, bëjeni lëndë në shkolla këtë muzikë. Bëjeni lëndë në shkolla këtë muzikë. Këngët vjen vetëm që ti të ndihesh kështu. Faleminderit që mendoni për mua. Faleminderit. Tani do të flasim për një nga plagët më të mëdha të viteve të fundit, që është popullimi masiv i vendit, që shpesh media e quan në një formë shumë të bukur si ikja e trurit. Tani, mirë truri që iku, e nisëm. Po edhe këta që tu po ikë të uri pa ikë. Kishte kohë që kishte kaluar. S'kishte një nga mendorja. Por duket sikur po ikën dhe krau, Flor. Krau i punës. Nuk kom mbetet ma asgjë pa na iku më dërnas. Po na ikin shpatullat e kombit, po na ikin supet e kombit, po na ikin kopshat e kombit, po na ikën gishti i madh i këmbës, gishti i vogël i këmbës, po na ikin gjithëm. Aman vetëm to syçka mos na ikin. Po, edhe syt po na ikin. Nuk gjon më ustallar për shkak që thon, ka sy ai. Nuk ka më. Ose ai kur flet ai e qan, nuk ka më. Që të pëllcas. Ja, pikërisht, pëllcitën, ikën. Dhe me që nuk e ndalon dot këtë hemoragji, shteti shqiptar ka vendosur ta zëvendësojë gjakun arbëror me gjak të huaj, duke sjell emigrant kryesisht nga Azia. I don't see where is the problem here, where is the problem? There is not a problem deri në momentin që ti porosit në një gjë për shembull, në ushqim. Where is your house? I am in Durrës. Where is your... E kam Tiranë. Okay. Wait for me. Edhe s'kam fajt të shkretës, se me zi orientojmi ne me rrugët në Shqipëri o më ata. Po shko, nuk është se ka bëkej, që me thënë drejtë. Ja, mirë bërë, se do të gjëja për shembull, të shkosh në Vlorë, porosisësh në një kafe dhe të thot kamarieri që është nga Bangladeshi për shembull, hey brother, vëra, o vëra. O vëra? Are you vronjat like me? Vronjat? Shiko, rasti i këtij kamarierit që përmendet ti është disi i përvetshëm, sepse investigimi që ne do të shohim tregon se këta emigrant nuk vinë as për të qëndruar në Vlorë e as për të qëndruar në Shqipëri në përgjithësi. Kështu që kemi edhe një hemoragji të emigrantëve, kështu që nuk e di se si do ta zgjidh shteti shqiptar këtë. Shmastaj moj dojna, kam një komshi ka 3 Filipina, se kush do ja rrisi fëmijët? Wow, po ç'bën ti shumë? Ha? Po mua për shembull nëse mpihet një kafe, kush do ma sjell? Is very simple. Ëmë. Foto ke Albania. Jo, tani. Apliko për kafe, është shumë e thjeshtë. Apliko për kafe, të jetë një kod, që të vjen një mail me këtë kodin, e skanon, shkon ke lokali dhe pret në radhë aty. Shkruaj platforma për 10 ditë ja i përgjigje. Për 10 ditë pi kafe. Po kollaj se kaq. Jo, mire ke, shtet me rregulla. Piranja Flarderista investigon fakt ikjen e trurit dhe të krahut të këtyre Filipinasve, Bangladeshasve, Indianve që vinë në Shqipëri. Veri sporti Durrësit, veri. Teknologja. Ashtë. There's no more sporti Durrësit. Oh, I'm sorry. Bye swimming.
Ikja masive e njerëzve nga të ashtu quajturat vendet e botës së tretë, kryesisht Afrika dhe vendet e lindjes, vitet e fundit është kthyer në një fenomen shumë të përhapur, i nxitur kryesisht nga luftrat, varfëria, mungesa e mundësive ekonomike dhe pasiguria politike. Të lakmuara janë vendet e Bashkimit Evropian, të cilat garantojnë më shumë siguri dhe standarde më të mira jetese. Por kufizimet ligjore për hyrje në Bashkimin Evropian kanë shtyrë një pjesë të emigrantëve të përdorin në rrugë të paligjshme, duke u bërë shpesh viktima të rrjeteve të trafikimit të emigrantëve. Në këtë kontekst, Shqipëria është shndruar në një vend tranzit ku emigrantët kalojnë për të arritur në vendet e Europës perëndimore. Këtu hyjnë në lojë rrjetet e trafikantëve, të cilët përfitojnë nga dëshpërimi i emigrantëve duke kërkuar shuma të mëdha parash për kalime të paligjshme, shpesh në kushte të rrezikshme dhe çnjerëzore. Por prej vitesh tashmë ka edhe forma të tjera të trafikimit, më komode dhe më pak të rrezikshme, që realizohen përmes trafikantëve që fshihen pas agjensive turistike apo të punësimit. Pikërisht për këtë do të flasim sonte. Është data 18 shtator 2025 në aeroportin Nën Tereza, me valixhe në duar e çanta shpine mbërrin 11 shtetas egjiptian. Ata kanë udhëtuar nga Kairo për në Athinë e më pas me destinacion të fundit Tiranën. Grupi ka me vete edhe një shoqërues. Pak qaste pasi kanë kaluar zonën e kontrolleve, 3 prej tyre takojnë një të ri që i priste në hyrje të aeroportit, pastaj ribashkohen me grupin dhe të gjithë së bashku vijojnë rrugën për në dalje. Në ambientet e jashtme ata ndalojnë me gjas në kërkim të një mjeti transporti, vjetëre që shumica qëndrojnë pranë personit që u udhëhiqten që në momentin e mbërritjes, duke mos e kuptuar gjuhën që flasin, presin për të parë se çfarë do të bëjnë, por me ç'duket nuk bien dakord për një taksi dhe vijojnë rrugën në këmbë për të dalë tërësisht nga aeroporti. Burri me pantallone ngjyrë gri dhe këmishë me mëngë të shkurtra, i cili mban në dorë një telefon dhe disa dokumente, është personi pritës dhe organizatori i këtij aktiviteti me shumë gjas të paligjshëm. Ku e dim ne se mund të jetë i paligjshëm? Për këtë hipotezë do të hedhim dritë pak më vonë. Ndërkohë, ajo që dini edhe ju që na ndiqni prej vitesh ka të bëjë me pasqyrimin e vazhdueshëm që i kemi bërë këtyre historive me trafikantë të paskrupullt dhe shpesh të rrezikshëm, të cilët i trajtojnë emigrantët si sklever pa asnjë të drejtë. 2 vite më parë, kolegu Eraldo Arlica arriti të dokumentonte aktivitetin e një rrjeti të mirë organizuar të trafikut të emigrantëve, i cili pas publikimit të pamjeve dhe ndërhyrjes së policisë u arrita azhjesohej. Historitë me trafikim emigrantësh ilegal nuk mund të mbyllen me 1 apo 2 ndërhyrje që përfshin edhe mediat, sepse pozita gjeografike, kufijnë toksor dhe afërsia me vendet e BE-s bëjnë territorin shqiptar një pikalimi të rëndësishme për rrjetet kriminale që merren me trafikimin e emigrantëve. Tani le të rikthehemi aty ku e nisëm, tek emigrantët egjiptian, të cilët për hir të së vërtetës, atë mes ditën nxehtë 18 shtatori hyn në Shqipëri në mënyrë krejt të ligjshme, me avion, me vizë të rregullt, me kontroll pasaporte dhe dokumentash të tjera të nevojshme. Të rinj qëndrojnë jashtë aeroportit në pritje të dikujt që do të mund t'i transportojë për në një destinacion ende të panjohur. Nuk vonon shumë dhe aty afrohet ky Benz, burri me pantallona gri ha bagazhin e makinës dhe emigrantët vendosin çantat e tyre brenda. Më pas, Benzi i zi largohet duke marrë me vete 4 të rinj dhe bagazhet e tyre. Pjesa tjetër qëndron aty, por vetëm për pak minuta, sepse pranë tyre ndalon një Volkswagen Touran me targ AA 878 KG, në të cilin sistemohen edhe 4 të tjerë. Po kush është personi që prishi ditën e tij në mes të vapës për të pritur 11 egjiptian të panjohur? Ai quhet Kristos Guri, një 66 vjeçar nga Korça, i cili rezulton të ketë me 2 nipte të ndryshëm një aktivitet gjithëpërfshirës, duke nisur nga bujqësia, peshkimi, blegtoria dhe ndërtimi. Ndaj nuk përjashtohet mundësia që këta 11 emigrantë nevojiten si forcë punëtore. Gjithmonë nëse është ky qëllimi i vërtet, sepse shpeshherë mbërritja e emigrantëve në Shqipëri me letra pune është thjesht karemi, pasi vetëm disa prej tyre kanë qëllim të punësohen dhe integrohen në këtë vend. Pjesa tjetër trafikohen për në shtetet europiane kundrejt pagesave të majme që bëjnë tek trafikantët. Tani t'i hapim pak letrat. Kjo që po shikoni, ardhja e emigrantëve, shoqërimi nga Korçari Kristos Guri, ndjekja që po ju bëj me telekamera nuk janë thjesht hamendësim apo dyshimi yni, por një punë e organizuar, pjesës së cilës është edhe një person i infiltruar, bashkëpunëtori i organeve ligjzbatuese, i cili ka qenë gjatë gjithë kohës pranë trafikantëve. Dhe siç ndodh jo rrallë në punën tonë, bashkëpunëtorët mund edhe ta dredhin ose të luajnë me shumë porta. Fatkeqësisht, ky është rasti. Pasi kemi qëndruar për disa minuta duke vëzhguar grupin e emigrantëve të trafikuar, bashkëpunëtori na njofton se duhet të largohemi pasi do të jetë ai në vëzhgim deri në momentin që grupi do të lëvizë për në destinacionin e planifikuar. E ndërsa jemi në redaksi duke pritur sinjalin, na vjen ky mesazh zanor. Listen to me. Half people go running and other people catch police and this time in airport. Who go running? Half people go out this time country and half other people inside not go out country. This who inside country not understanding this way. Only
understand in Tirana. Where in Tirana not understand. Historia jon me këtë grup emigrantësh tashmë të ndaluar nga policia nuk u mbyll këtu. Pasi do ta takojmë vet Kriston, përdoruesin e këtyre godinave të vjetra të shtetit shqiptar, e të shohim nga afër këtë aktivitet i cili u mbaka me fuqi punëtore të huaj. Aktiviteti tonë është përpunimi i kërmillit, të cilin e grumbullojmë në të Shqipërinë dhe eksportojmë në jashtë shtetit në Francë. Si janë shifrat? Shifrat, sidomos këto 2 vjetët e fundit, popullata ka ikur, punëtorë nuk u ka, euro ka rënë, si mos më keq. Punëtorë duke qenë se s'ka, si siguroni? Morëm nga Egypti, po ata nuk punojnë, nuk janë si shqiptarët. Ti sa punëtorë ke vetë gjithë kjo aktiviteti yt? Tani ne s'kemi filluar akoma, se kemi sezonal, në prill fillon, ne tani po rregullojmë, po bëhemi gati për në sezon. Këtu kanë ndryrë edhe disa agjenci tuaja që kanë bërë më shumë kontrabanda se sa për të ndihmuar. Në realitet, kjo që sapo na tha 66 vjeçari është e vërtet. Në Shqipëri operojnë shumë nga këto agjenci që sjellin forcë punëtore nga Afrika apo vendet e lindjes, por ka patur raste të shpeshta kur drejtuesit e këtyre agjencive janë përfshirë vetë në trafikim me migrantësh drejt Europës. Ju vetë nuk është se keni lidhje me trafikun e paligjshëm të migrantëve? Jo. Ktu për shembull aktualisht s'keni asnjë punëtor tuaj? Asnjë punëtor tuaj s'ka. Në vitin 2025, ju si biznesmen keni marrë disa punëtor nga Egjipti vjet në shtator, në aeroport. Ka ndodhur diçka, një ndërhyrje policore, disa janë arratisur, janë zhdukur, disa janë kapur. Ma trego pak për këtë. Unë i kam pritur vetë me këtë makinë atje, lajmëruam edhe policinë e aeroportit atje dhe kjo e emigracioni. Sa zbritën ata, njeri shkofi andeja, njeri këtheja, i them policit, por e na iku njeri që atje direkt. Njeri ushtrisi i vdekur atë policia më kanë bërë në doktorat, por e na ikën, kjo është lojë, një të bërë lojë, na iku dhe njeri. E kishin përgatitur domethënë ata, që sa të vinin me ju pastaj të shpëndajnë? I shtrehova në hotel këtu. Atë natë që son këtu, iku tjetër, u hodh nga balkoni, nga kati tretë iku dhe një tjetër. Po me këtë makinë ke qenë ti? Me këtë. Po çe i ke ndruar targat? Po, pse? Thash mos keni pas problem? Jo. Nuk është se jeni të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm. Po ç'pu kam me aktivitetin e paligjshëm. Edhe tani një tjetër zyrë për të sjellë punëtorë, i thash jo, nuk dua. Për punën e këtyre agjencive tuaja që ja u marrin. Agjencitë shqiptare kanë agjenci jashtë në çdo shtet, bashkëpunojnë njëri me tjetrin. Këta disiformojnë punëtorët që sjellin. Ju premtojnë që do vini, do kaloni, do ikni në Evropë, jo andej këtej. Nuk jam i qartë të mirë, më duket se ju marrin dhe ata para këteja dhe këta këteja. Dhe i gënjejnë për të çuar në Europë. I gënjejnë për të çuar në Europë. Ky zotri duket i sinqert dhe mjaft i qetë teksa flet me ne. Por ndërrimi i targave të makinës, lajmërimi i policisë në aeroport, kur supozohet që punëtorët janë me kontrata pune të lishme, arratisja e emigrantëve në mënyrë të pakuptueshme, a nuk lën vend për të dyshuar. Megjithatë, nëse ky zotri është i përfshirë me vetdije në aktivitetin e paligjshëm të trafikut të emigrantëve apo jo, kjo mbetet për tu verifikuar nga policia. Sidoqoftë, fenomeni i trafikimit të emigrantëve përmes territorit shqiptar është kaq i përhapur saqë nuk e kemi as pak të vështirë të bijem në gjurmët e grupeve të tjera që operojnë në vendin ton. Hi, how are you? How everything? Yeah, You from India, yes? What's your name? What you do here? spend some time here. How day you stay here? 13 days. You're coming with visit visa. A është vërtet turizmi arsyeja e mbërritjes së kësaj vajze nga India në Tiranë? You not have any friend here. No. Where you staying? Hotel? Hostel. Actually, I'm seeing some apartment. Some people come from India also. You need help him? Yeah. You coming here for what? Because a lot of people go to the Europe and All people like Europe. you also like the Europe. Nëse për europianët ka ekzistuar gjithnjë e ashtu quajtura ëndra amerikane, për këta të rinj, Europa është ëndra e tyre më e madhe. Gjatë bisedës i infiltruari ynë pyet nëse vajza ka dieni për shtetas që vijnë nga kontinenti afrikan. Have many African people? Yeah. Coming for work or coming for tourists or coming and go for Europe? So for Europe, Diçka që do i pëlqente shumë edhe kësaj vajze, gjë që ja kërkon menjëherë të infiltruarit ton. it's easy to go to Europe from here. People find many line for go. We not have Schengen, only people go for traffication. Takimin e radhës, bashkëpunëtori ynë e bën me një djalë të ri që është mashtruar me kontratë pune false. How you coming here? By plane. You from Nigeria? How people bring you here? For football, huh? For liar people, only for you coming. Yeah. How much you pay for visa? 600 euro, 700 euro. Why not go Italy, Spain, France? So much money, no? How much from Albania in Italy take money? Money I don't.
Not any friend for you go Italy? No. Who bring you here? My manager, French. Albanian? No, Nigerian. And have contact with people here for make visa? He has Albanian passport. He married Albania. Një nigerian I cili ka siguruar pasaportën nëpërmjet martesës me një vajzë shqiptare dhe që ka kontakte me persona që punojnë në institucionet tona shtetërore dhe bëjnë viza për të mashtruar njerëz nga lindja. Kush është ky person? Djali me të cilin biseduam nuk na dha më shumë të dhëna, por ne arritëm të takonim shokun e tij I ardhur në Shqipëri me ndihmën e të njëjtit individ. Shkaku I ardhjes për të luajtur futboll si profesionist, por vetëm në letra. How are you, my friend? How your family? How everything? How your work? You coming with visa for work? Visa D, visa C? Viza fatgjate deri në një vit e cila mund të përfitohet për qëllime studimi, pune, bashkimi familjar apo arsye shëndetësore. You have agreement for contract for where you play? But I need to. I don't doing contract. For football, yes? And you not go for football. I riu buzëqesh I vetëdijshëm se me futbollin nuk e lidh asgjë. Sidoqoftë me një skuadër shqiptare duhet bëje kontrata që të përfitojë viza. Which football? Like not yet. They don't give the contract, how is I used the contract, but it was just fake. Sigurisht ishte false, por një kuriozitet e kemi. A erdhi I vetëdijshëm se nuk do të luante? Apo kishte vërtet shpresa se do të shkëlqente në futbollin shqiptar? So they bring us for you play football? No, I don't play ball. I just... Only for camp. E kuptueshme që vizat dhe kontratat janë thjesht karrem. Minimumi për t'ju marrë disa para këtyre fatkeqve. E më pas për t'i degdisur rrugëve të veriut të Shqipërisë, me pretekstin se në pyllin apo malin më të afërt është kufiri I gjelbërt me vendet fëqinje europiane. And for coming, how much it is? 3,000. When you come, where they give you accommodation? No, I stay with your friend. Who bring you? Për të parë mësuar nëse ekziston në vërtet një person me emrin Chaos, I cili sipas dëshmitarëve ka funksion menaxhimi në skuadrën e futbollit të Egnatias, udhëtuam drejt Rogozhinës. Hello, how are you? Anybody here or just you? Any manager of the club, Egnatia club? No. You are a player? Where are you from? Do you know any guy from Nigeria? Name's Chaos? The manager of the club. What's his name? He's Albanian? Dhe siç e merrni me mend, personi me emrin apo pseudonimin Chaos nuk është vërtet një menaxher futbolli. Ai trafikon të rinj afrikan me pretendimin se do të luajnë futboll profesionist në Shqipëri, por sapo mbërin në aeroport ata I gjejnë veten në udhkryq, pa para dhe pa ndihmën e askujt. Dhe si këta fatkeq ka me qindra. How people you have a friend for you? 10, 20? There are so many people. How people coming with you in football? Many people or you? They find work. Only coming with football. We should go contracts and then look for work somewhere else. Go work any place or go in Italy or France. Yes. And your friend, they take us in or not anymore? How will people stay with you in house? For Work or no? what? Your friends, what kind of work they do in public or in construction? They are working in different places now. Pavarësisht se nuk po prekin ëndrrën europiane, të paktën disa prej këtyre të rinjve kanë arritur të gjejnë punë dhe të integrohen në Shqipëri. What work you can do? I don't know, I need some possible right now. Training work. So what work you want to do? Factory work, no. Do you have any profession specific or just normal worker? Just no more. I'm not sure I'm good at construction. There is a better salary, but if you want like magazine or fabric or like this works, okay, but it's 600 or 500. That's sure okay. Në shumë nga këto kompani apo fabrika që punësojnë emigrant nga vendet e lindjes, ka persona që qëndrojnë aty jo për të marrë rrogën mujore, por për të rekrutuar sa më shumë të rinje të reja, me qëllim trafikimin jashtë Shqipërisë. Personi që shihni në foto, me sa duket është një prej tyre. This same for traffication bring people with passport duplicate and send people out country. This Bangladesh make passport from India for bring Bangladesh here for Bangladesh not can come in Albanian and in work here in factory. This factory for aluminium. Who coming in this factory sent him out country. And owner not understand. Owner understand other. Bring people from Bangladesh with other passport. For what? For bring people work with 400 to 300 euro. And have anyone work with the 300 coming from out country? Only for traffication. A janë të vërteta këto fjalë të informatorit ton? Më mirë ta verifikojmë vetë. عايزك تساعدني في حاجة تساعدني أنا معتبرك أنا أخ ليا وكل حاجة يعني محتاج أمشي من هنا. أنت شيل صورة سوا أنا فاهم أنا محتاج بس منك حاجة زواج وين؟ سيبك بس من البص أنا مش عايز أشتغل هنا تاني أنا مش عايز أعمل بقى مش عايز أعمل أي حاجة أنا محتاج دلوقتي تعرف تسفرني البص أنت ما اشتغل هنا؟ مش عايز أشتغل في ألبانيا عايز أمشي من ألبانيا أروح البوسنة أو الصربية
تهريب انت؟ كيف هو؟ وديه تهريب زي الناس اللي مشت من هنا بنولدوا بوسنيا في سربيا؟ صربيا البوسنة ما بيصير والله ما بيصير. Në fillim, trafikanti nga Bangladeshi e mohon për fshirjen e tij në këtë aktivitet kriminal. Një lojë që zgjat shumë pak. شيء موجود شو ليش ما يلوي تانية؟ هروح البوسنة وبعد كده أدبر الأمور ما أنا الفلوس مش اوكي نتوقف شوية أنا في سواق تيجي. Ky është momenti kur trafikanti I bën pyetje vetes. A është I besueshëm ky? A ti them po, a ti them jo? Varet ç'a ofron. هتمشيني من هنا أنا أكيد الناس الهنود اللي أنت مشيتهم من هنا لإيطاليا مش تهريب فاهمني؟ أنا عايزك تمشيني زي ما هما مشوا واللي أنت عاوزها هدول الفلوس اللي أنت عاوزها هدفعها بس مشيني من هنا. البلد دي اليوم بكرة بعده شوف أي يوم أنا هتقول لي همشي يوم كذا هجهز شنطته وهنمشي. Kaq ishte loja, sa u përmendën lekët. عشان أنا اتخنقت من البلد ما مش بس ما تنسانيش بالله عليك ما مش يمكن ما بيطلع هذا الشيء كده ايش تسوي انا كده أنا مش هكلم حد أنا بكلمك أنت مش تعرفني ما بيطلع. Ky aktivitet kriminal ka dy anë të medaljes. Nga njëra anë, nëse përhapet fama e tij si trafikant, mund të ketë shumë klient, por nga ana tjetër, me sa më shumë persona që flet, rreziku është I madh që të përfundojë edhe në pranga. اللي يمشي من هنا يكون بيدي الجواز والفلوس وانت بتركبني العربيه انت بتركبني العربيه اللي هتمشيني 5 2 3 300 400 يورو ادهم. ما مش انا بتدري ان شاء الله. انت ما بيقدروا ينفذوا اوكي؟ انا ما بكلمش حد وانت عارف تنساني كمان ما انا في شنطتي لو هجهزها الوقت وهتمشيني بكره همشي. ان شاء الله. Çfarë ndodhi pas këtij investigimi disa mujor, është histori më vete. Sepse siç trafikantët mashtrojnë çdo ditë emigrantët nga vendet e treta, edhe ne e psuam nga infiltruari ynë arab, I cili në vend të bashkëpunimit na dërgonte çdo ditë lule në mesazhe, duke na lënë të prisnim gjatë. Shumë gjatë. Pavarësisht se informatori avulloi duke na lënë dhurat vetëm lulet në WhatsApp, realiteti është ky që ju treguam. Në çdo rrugë të vendit shohim çdo ditë grupe emigrantësh të keqveshur dhe keq ushqyer, të cilët e shohin Shqipërinë si një port të sigurt për të hyrë në Europë. Askush nuk I di peripecitë që kalojnë, askush nuk ndalet të mendojë se vite më parë prindrit tan ishin afrikanët e sotëm që trokisnin dyerve të kontinentit. Prandaj kur I shikoni ndaloni pak dhe mendoni të djeshmen, e cila nuk është aq e largët. Teksa përfundoni montazhin, në redaksi na mbërriti një material I tmerrshëm, që nuk mund ta linim jashtë kësaj historie. Bëhet fjalë për këtë 19 vjeçar nga Egjipti, I cili kishte mbërritur në Shqipëri me shpresën se do të krijonte një jetë të re në Europë, por në muajin nëntor 2025 ndroi jetë në rrethana të panjohura. These people for traffication and die. Ndërkohë, ky djalë gjysmë I zhveshur me duar të lidhura pas, të cilit trafikantët I kanë drejtuar 2 armë në fytyrë, është vëllai I viktimës I marr peng për shkak të mospagesës së parave të caktuara. محمد هو اللي صيفط لنا 3 مليون رشيد دينار هذا يقتلونا صيفط لنا 3 مليون. E dashur Dojna, I dashur Florian Binaj. tani do flasim për objektin më të dhunuar në Republikën e Shqipërisë, dhe më të keq trajtuarit. E diun, s'ke nevojë ta thuash fare. Butoni ashensorit. Ju afrove për mëgësha. Do me thënë, ne shqiptarët jemi të vetmit, më fal që të ndërpres, që e shohim që ndizet e shtypim gjithsesi 300. Leave me alone, please. Jo, por ka dhe më keq se butoni ashensorit. Për shembull? E kam fjalën për 50 lekëshin, vogla. 50 lekëshin. Okej, 50 lekë vogla. Ai, që në dialektin koçari thonë 50 çka. Po është aq I dhunuar, I diskriminuar, I ofenduar. Saqë edhe kur mbledh shumë nga ato dhe jep dikujt që është në nevojë, dikujt që lyp në rrugë, thotë, "Ç'a do ti ige?" Në fakt edhe kur e sheh në rrugë, nuk kulet njeri ta marr. Jo, as për respekt. Po nuk kam faj njerëzit Florë. Domethënë, ç'a mund blesh sot me 5 lekë? As çumçakës nuk blen dot me 5 lekë. Është vërtet, një çumçakis nuk e blen dot me 50 lekë si dikur. Jo. Ama? Po më mirë edhe me qindra 50 lekësha. Po ç'i do ai çumçakëza? Ashtu kam një hall me thënë drejtë. Me çumçakëza. Ja, jo me xhapçakëzat. Se po na heqë edhe të mushmet aq. E kam fjalën për kopshtin. Do të ngjita zorrët. Po, mos e për ty. Në fakt, e kemi fjalën për koncesionarin e rrugës Kashar Thuman, që kur bën këmbimin nga lek në euro, të mban dhe një 50 këtë vogël.
Po qa është fundja një 5 vjeçkë tash dhe ti? Një, se shgje, pa shumë zë, jemi mira, qindra makina që kalojnë për ditën. Po që nga t'fillosh punë të trau? Po që thumë, kam fillu të menu. Kam fillu të menu, qa pasqyre do puth. Në 5 vjeqë. Putha dhe për mua, të lutam. Të ke nga të Atletët i thonë follow the money, dhe këtë ka bërë piranja jonë Matilda Prendi, e cila ka ndjekur hap pas hapi 5 vjeçkën. 5 vjeçkë? 5 vjeçkë. A du të pëshit gjomë? Ju kujtohet historia e koncesionit të rrugës Tuman Kashar? Një ditë bukur zgjoni dhe jemi bllokuar. Kemi fantomet para shtëpisë. Sa krime janë bërë nga dorë e kësaj qeverie? Ne kemi humbur numrimin. Një segment me gjatësi 21 kilometra, i ndërtuar si investim privat, ku në këmbim kompania merr të drejtën për të vjel tarifën e kalimit nga automjetet për 35 vjet. Procedurat ligjore të zbatuara nga qeveria për miratimin e këtij koncesioni mbanin shkelje të shumta. Në tenderin që u hap për dhënien e ndërtimit të rrugës, parashikohej një investim në vlerë 225 milion euro pa TVSH nga operatori privat dhe në fund të 13 viteve, buxheti i shtetit do të detyrohej të paguante 455 milion euro, 230 milion euro më shumë se vlera e investimit. Gara u fitua nga kompania Gener 2, por gjatë fazës së negocimit të kontratës, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e anulon koncesionin me argumentimin se fondet do të dedikoheshin për projektin kampusi i universitetit. Vendim që kompania e ankimon në gjykat. Në korrik të vitit 2021, gjykata administrative e apelit i jep të drejtë koncesionarit dhe detyron Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë që t'i përcjellë për miratim kontratën e nënshkruar Këshillit të Ministrave. Por çfarë ndodh në vend të kësaj? E gjithë procedura kthehet përmbys dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë negocion një kontratë të re, duke dalë tërësisht jashtë termave të referencës në tenderin që ishte hapur. Afati i kontratës në garën e hapur në vitin 2018 ishte 13 vjet. Tashmë në kontratën e nënshkruar dhe të miratuar në qeveri u bë 35 vjet. Nëse koncesionari planifikohej të merrte nga koncesioni në total 445 milion euro, tashmë në kontratën e re, me skenari normal, planifikohet të arkotojë nga tarifa e rrugës në fund të 35 viteve 1 miliard e 307 milion euro, mesatarisht 37 milion euro në vit. Në garën e hapur në vitin 2018, dokumentat e tenderit specifikonin qartë se nuk do të vendosej asnjë tarif e aq më tepër të lejohej koncesionari që ta vilte atë. Tashmë kontrata e re lejonte vendosin e traut me pagesë për kalimin e automjeteve, sipas të cilës tarifat e kalimit do të ishin 2.5 euro me TVSH për autoveturat, 6.3 euro për mjetet e rënda, si kamion dhe autobus, 8.8 euro për mjete me më shumë se 4 akse dhe 1.8 euro për ato të lehtat. Dalja nga kushtet thelbësore të tenderit, jo vetëm që shkeli me të dyja këmbët ligjin për koncesionet dhe partneritet publik-privat, por i mohoi të drejtën dhe pjesëmarrësve të tjerë në garë që të jepnin ofertën e tyre. Ndaj, a do ta dim ndonjëherë nëse operatorët konkurrues mund të kenë ofruar më pak se tarifa 2.5 euro që u vendos në tavolinë mes koncesionarit dhe ministrisë? Sikur të mos mjaftonin këto shkelje, kompania koncesionare e ngritur për zbatimin e kontratës, Gener 2 Infra, ka raportuar bilance me shpenzime minimale në vlerë totale 32.000 euro për vitet 2022 dhe 2023, shifra që nuk justifikojnë shumën e raportuar të investimit që ka deklaruar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 330 milion euro me TVSH. Madje, kompania rezulton të ketë dorëzuar vetëm bilancin e vitit 2023, kur tashmë jemi në vitin 2026 dhe duhet që të ishin edhe të dhënat e pasyrave financiare të vitit 2025. Këto të dhëna janë të rëndësishme, pasi jo vetëm që janë detyrim për të deklaruar nga çdo biznes, por në këtë rast kemi të bëjmë me kompani që vjelin të ardhura publike dhe që siç na rezulton nuk kontrollohen nga askush. E nisur nga mungesa e kontrollit, koncesionari, i cili parashikon të arkotojë 1 miliard e 307 milion euro në 35 vite, ku nëse zbriten shpenzimet e investimit, mirëmbajtjes dhe operimit, fitimi planifikohet të jetë 575 milion euro në fund të kontratës, ka nisur të bëjë një hile të vogël me kursin e këmbimit. Nëse kalon në traun e rrugës Tuman Kashar, tabela tregon qartë se sa është vlera e pagesës për kalimin në rrugë. Nëse e përshkon të gjithën dhe jo me dalje nga rinasi, vlera që duhet paguar në monedën euro është 2.5 euro, e ndarë në 2.1 euro tarifa
tarifë për koncesionarin dhe 0.4 euro TVSH. Këtu nis truku, sepse në monedën vendase, koncesionari tarifon për kalimin në rrugë 250 lek për autoveturat, kur kursi tregon se gjatë këtij viti 1 euro është këmbyer mesatarisht me 96.5 lek. Drejtuesit e mjeteve do të duhet që të paguanin sipas kursit zyrtar 241 lek dhe jo 250. Kontrata i lejon koncesionarit që të vjel tarifën në të dyja monedat, si në lek dhe në euro, por ja se çfarë thuhet aty. Nga data e fillimit të operimit, shoqëria koncesionare do të zbatojë tarifën 2.1 euro pa TVSH për automjet, e përshtatur sipas rastit në varësi të klasifikimit të automjetit. Tarifa në lek do të jetë shumë e llogaritur me kursin zyrtar të kombimit nga euro në lek të Bankës së Shqipërisë datën e fillimit të operimit. Pra, shuma në lek do të duhet të llogaritet me kursin e këmbimit në datën e fillimit të operimit të tarifës. Tarifa në Aksin Thuman Kashar nisi aplikimin në datën 4 janar 2025. Në këtë datë, kursi i fundit zyrtar i shpallur nga Banka e Shqipërisë është ai i 31 dhjetorit 2024, ku 1 euro këmbeje me 98.15 lek. Në bazë të këtij kursi, tarifa në lek që do të duhet të vilte koncesionari do të duhet të ishte 245 lek dhe jo 250 lek për autoveturat, 618 për kamionët dhe jo 620, 863 lek për mjetet e rënda dhe jo 870 dhe 176 lek për mjetet e lehta. Për ta thënë shkurt, për ne që jemi me autovetura dhe paguajmë në monedën vendase, koncesionari na merr në mënyrë të padrejtë që nga dita e parë e aplikimit të tarifës 50 lek të vjetra, që mund të jenë asgjë, por nëse në fund bën llogarin, për koncesionarin ngrihet një shumë e konsiderueshme, e fituara e gjitha në mënyrë abuzive. Në bazë të analizës financiare që është bërë nga vetë koncesionari, në studimin e fizibilitetit të rishikuar në kontratën e re, të ardhurat që do të vilen nga tarifa e kalimit në rrugë, vitin e parë parashikohet të jenë 26.85 milion euro, ku nëse nuk realizohen në këtë mas, buxheti i shtetit merr përsipër të paguaj 8 milion euro kompensim. Edhe pse të ardhurat financiare të kompanisë koncesionare nuk janë publikuar, ajo që dim nga të dhënat e buxhetit të shtetit është se qeveria nuk ka paguar subvencion në këtë kontratë dhe se të ardhurat e kalimit në rrugë kanë qenë mbi 26.85 milion euro. Nëse do të llogaritnim 5 lek për çdo makinë që ka kaluar mbi këtë fluks të ardhurash, atëherë përfitimi që është marrë në mënyrë të padrejtë nga kursi i këmbimit është të paktën 500.000 euro. Nëse pjesa më e madhe e automjeteve që kanë kaluar kanë paguar në monedën lek, sepse nuk janë përdorues të euros. Kjo shumë për 2 vjet bëhet 1 milion euro. Dhe tashmë jemi në vitin e dytë të operimit të tarifës. Ja që ai 5 lekëshi që ne nuk e vëmë re, që nga shumë më i madh nga sa dikush mund ta mendoj. Por çfarë ndodh tjetër? Te ky fitimi i padrejtë, 80% shkon për koncesionarin dhe 20% për shtetin që merr TVSH-n ndaj skema i leverdis të dyja palëve. A mund t'i vihet një emër tjetër përveç se vjedhje? Unë zgjidh. Kom çaj me rënd dashuri me flokët tua. Moj ti, është matuar. Një katastrofë. Je pushuar. Ai matuar ti. Në morinë e abuzimeve dhe mashtrimeve që denoncojmë këtu tek Piranjat Show, rastet kur punëdhënësi nuk paguan punëmarrësin, janë ato që marrin më shumë vëmendje nga publiku. Është normale. Dhe ndërkohë që punonjësit kudo në botë përballen me rrezikun e inteligjencës artificiale, ne këtu në Shqipëri jemi mirë. Se kemi rreziqe tjera. Për shembull? Kemi 100 vite mbrapa ne më dëna. Ktu rreziku më i madh që kemi ne është a do dalë rroga, s'do dalë rroga këtë muj. Ky është hall. S'është adrenalin, duhet pak në jetë, pak dopamin. Duhet të ri. Në fakt bëhet fjalë për një zanat që nuk ka inteligjencë artificiale që zëvendëson dot, sepse bëhet fjalë për zanatin e druvarit. Edhe për pak kohë. Ne dikur jemi mësuar duke dëgjuar drume pret. Në druvarit atë. Kurse sot dëgjojmë punëdhënësin që bërtasin lart e poshtë thonë, nuk kam lek. Ne të ndjekim fakt dramën e 3 druvarëve të cilët janë të bllokuar në një kasolle pasi presin të marrin parat nga punëdhënësi i tyre, i cili thot skam para. S'ka spem.
Po bëhen pre pemët, që të bëhet letra, që të bëhen parat. Po sa po s'ka pemë, s'ka as lek. Po me gjethe paguan dot? Po. Paguhet me gjethe? Po, unë me 3 gjethe palë me pagoha pushimet verore. Sa ti këto sekrete na thuaj. Me thikun pi kafen, undroj. Piranja Zoti Kuqi ju përgjigj thirrjes për ndihmë të këtyre 3 druvarve. E ndjekim. Sa kam fëmijë pa bukat i tis plas për fëmijët e mi. Unë mora borç, kam marr 800 euro par ditë. Jo, mos më prek tani, se po bajat kjo. Jemi në Navaric të Sarandës, 24 kilometra larg qytetit, në një terren të vështirë e malor, ku na presin babë e birë, si dhe një koleg i tyre, të cilët prej disa muajsh nuk kanë marrë pagesën për punën e kryer. Dhe çfarë pune? Druvar, një nga zanatet më të vështira e të lodhshme. Në fillim takohemi me Klodianin, i cili na pret për të na ngjitur më pas në vendin ku janë të tjerët. Edhe sa minuta rrugë kemi Klodi për të ngjitur sipër dhe a është të gjithë rruga kështu? 20 minuta është gati pas. Çfarë ka 20 minuta? Është komplet kështu rruga. Do vini vetë ta shikoni ku kemi punuar. Një rrugë që duke sikur nuk kishte fund, për shkak të gropave dhe amortizimit. Pasi jemi shkundur mirë e mirë, mbërrim në malin ku ai dhe të tjerët kanë jetuar e punuar për 6 muaj me radhë. Tani të kuptojmë se çfarë i ka sjellë në maj të këtij mali, këta 3 burra, të cilët fatkeqësisht ende nuk janë paguar. Sa kohë keni qenë në punë? Babi, djali Viktori dhe mamaja kanë 6 muaj këtu. Kurse unë kam 8 orë, 9 orë, 10 orë, isha 3 muaj. I ka 2 muaj në Greqi, me të ardhur pandesh kam 1 muaj gjysmë që jam prapë këtu. Për kë keni punuar këtu? Për pronaj, për zydizojtë. Kush ka qenë puna juaj konkretisht? Prodhim, druz zjarri. Prerja, transporti, stivimi. Pra ju bëni të gjithë procesin? Po, detyra ime ishte prerjen, transportin deri në rruga, stivim. Ishte dhe ngarkimi, po ngarkimi ishte në këtë proces. Gjatë prodhimit bënin dhe transport. Vinte kamioni mbas dite, ikte transporti. Ku i merrni drurët ju? Ja, në ata drurët e mëdhenja ti. Me çan ngjiteshit? Kemi kuaj. Problemi jonë është na sill pengesë. Nuk ma drut, nuk vin madje drut pronari, marri dorëzim mallin, nuk bën pagesën, do t'jap thot 500.000. 500.000 unë nuk vetë dot po gradit. Nga ke ardhur ti që? Unë jam nga Mokra. Sa është pagesa që detyrohet për këto 6 muaj ty dhe babait tënd? 13.200.000 gati. 1 muaj gjysmë kam që s'kam vajtur me shtëpi. Të tërë unë këtu, për qefin e tij. Ka ardhur nga Mokra në Navaric, 297 kilometra nga shtëpia, për të mbajtur fëmijët më buk. Por jo vetëm buk që nuk po uqon, por as nuk i takon dot, sepse ka mbetur peng i lekëve të tij. Ku jetoni këtu? Ja, në kasollat këtu jetoj. Imagjino 14 ditë izolim këtu brenda. Izolim, 14 ditë pres pranar vin mati drut, pres pranar bëj pagesë. Kasodhja është pa kushtet minimale, mungesë higjiene, miza dhe mushkonja dhe era e i ftohtë i natës që hyn gjithandej. Por 3 burrat nuk lëvizin nga aty. Me shpresën se pronar Zudio do u japi lekët. Sa muaj ke ti pa shkuar në shtëpi? 6 muaj. 14 ditë ka izolim këtu, vetëm brenda. Si a ke bërë këto 6 muaj? Shevit. Ajo është mashtrus, vre. Nuk ka njeri më mashtrus. Unë e besova se mos e vjetë. Të bënde një djali i atë. Shiko si është atje. Era, shiu, të punosh 6 muaj, mos marrish djesë të danë, s'kuptoj as gjotës. Pa ma lekët unë nuk iki gjallë në shtu. Djesë temi nuk e aje. Një burr që i ka kaluar të 60-tat është ngujuar në këtë kasodhe në pritje për të marrë mbrapsht mundi dhe djersën e tij të mohuar prej muajsh, malli për familjen dhe mërzia për çfarë po i ndodh reflektohen në sytë e tij. 6 muaj kam ndërë këtu, po ja një javë në shtëpi, për të larë, do shplarë, për gatuaja vetë këtu, dhe kemi vojtu shumë këtu. S'ke pa do asë ujaz, drejta asë, jo. Sa para ke për të marrë? Kam 5 milion lek. Si niste dita juje punës? Qoshin në rëmë 4 gjezit, do pim kafe, do bëjmë bukun gati, fillojmë punë në 6:30, dhe këtë alin asil vërdat për lekët, na torturon këtu, na ma peng. Pasi kemi dëgjuar rrëfimet e tyre dhe kemi parë kushtet skandaloze në të cilat kanë jetuar për 6 muaj, hipim sërish në kamionçin dhe nisemi drejt vendit të punës, aty ku qëndrojnë të stivuara, drurët e prerë. Sa metër kub dru janë këtu? Këtu neve kemi 230 metro. 230 metro kemi ne. Me kuet, unë s'kam ardhur asnjë, vetëm gruaja ka fylli, ka shkatruar, në lekë palet. Komplet. Dhe kur ka qenë djali gruaja ka si. Terreni thyer, se do shkonin dhe lart ta shikonin. Shikon aty? Po. Ku është? 100 metra më lart. Pra ky ishte procesi juaj. Po. Prisnit atje lart. I ngarkonit në kuaj, i sillnit këtu poshtë dhe i sistemoni. Po.
Po, kimi edhe nga arkimi që na ka si zotëria pengesë. Vazhdoj ca kohë, mirë të çdo ditë vinte mirë nga ai. Sipas rregullave, vazhdoj tamam. Doli ma beti lekave që do ikim, i kërkoj telefonin, thashun në bëj gati lekët. Dhe në fund të prillit do i kemi shpejt. Që ditë që e s'na mora telefon, e ndërpreu transport. Me sa po kuptojmë, pronari kërkon t'i mbajtë izoluar në mal në mungesë të lekëve dhe me këtë rast i ruajnë edhe drurët e prerë në mes të asgjëje, derisa të vi momenti për t'i marrë. Dua pagesën, dua lekët e punës. Po nuk po i kërkoj lek plus, nuk po i kërkoj asgjë. Më japi lekun dhe unë tiki në shtëpi. Ka japi djersën që kemi bërë hak. Kam 2 fëmijë të vogël, nuk merrem unë me nasmëria dalliqe me këta. U thësh dua lek, pse të flet këtu? Unë kam 2 fëmijë, u flet e fëmijët e mi shok. Ata bëra punën. Hajde me rregull. Hajde matë drunë edhe me lekun tiki ore. I tham, "O zotri, na e bëj lekë me 3 ditë e parë. Na e bëj lekët se do ikim." I thash, "Ne me lekë se do të marr peng, të fut brenda." Vajtëm ditë lekët, se ore me që s'do peng. Të vi un peng bre. Mos ma vron në shtëpi se të fut brenda. Tash i më nxjerr pretekst se kam çupën në ministrisë, do të më voj gjoba, do të më uli 30% të materialit. Nuk i ke thot në kubik që drut. Ja ku e ke? 110 që i ke drut, 100 që. Është valanith. Është shumë dru i egër në punim. Qa standarti do? Po i them hajde mat jo, që e ka për detyrim zot, 30 vit më mati drut. Jo unë. Hajde shkëm lart aty shikoni, shtivat e tjera. Tu keni lënë 3 motosharra, që kanë qenë mjetët tuaja të punës. Po i kam lënë me lekat e mia. Zotri, stil 66, stil 66, uzuar 92. Janë se cili pe këtyre është 1.250.000 në dyqan. Urdhë, sa e bleva, sa kam, një muaj kam. Këtë e mora në vjesht kur erdha. Këtë e pati bab. 5 milion. 5 milion lek makinë, 5 kuaj, kam lënë nga 1 milion e gjysmë mushkat. Që keni bërë ju? Po, për 110. Sa metër kub janë këtu? Po janë 21, 12 janë aty. Sa lek janë këtu? 880.000. Na paralajmëroj që në datë 15 prill, nxitoni paksa se nuk na lep juja të vazhdojmë akoma se na marrën afati. Ne nxituam, ja nxorëm drun, ja palosëm, ai që atë ditë pasaj e morëm ne se i tham që do vesh të matish drut, ai nuk u paraqit më këtu. Djersën time unë aty nuk ja lën, nuk ja fal. Sa fëmijë? Kam 2 djem. Edhe jam i krah puna, me qira jam. Sa ke shpenzuar ti për 6 muaj punë? Unë për 6 muaj punë, shpenzimet e motosharës tëra, shpenzimet e mia ushqim, unë kam harxuar 3 milion e gjysmë. Që kam marrë lek të thatë nga shtëpia, që kam brelle kuaj. Dhe llogaritë se sa lek kam nxjerrur një krah punë. Edhe ato lek të më mbaj sot. Shpenzime nga xhepi dhe lodhje deri në stërmundim mes malësh dhe larg familjeve. Ndërkohë pronari qëndron i qetë në shtëpinë e tij, pa patur as pak në mend të shlyej detyrimin ndaj këtyre hallexhinjve. Si e? E do që nga Pirania. Jo, autorizim. Kemi ardhur për problemin që ka vetëm Klodi, baba i tij dhe djali i tij. Unë do flas se dështë nuk i kupton, nuk kam bërë akoma në hallin sa është standardi, sa është sasia, ka qenë shumë periudhë e madhe dimërore. Nuk kam punuar të rregulla, mua më krijon probleme të mëdha. U krijoi një mall sot. Unë s'kam shitur as mësem 80% nga sasia e mallit që këta rezultojnë që është. Por që këta kanë bërë punën. Ti jemi korrekt. Këta kanë punuar, janë në kushte të vështira atje lart. Juve në darkë mbase shkoni flini tek shtëpia juaj, kurse këto shkojnë dhe këta flenë aty në majt male. Po, me kushte jashtë vështira. Pra punën e kanë bërë, malli ty mbase të kanë mbetur stok. S'ka problem. Dollin këto gjëra në biznes. Por këta kanë bërë punën dhe këta duan lekët. Na, Yuri Barreun. Këtë, se ditë, mi ka dhënë aty 200.000 lekë i ka gjëra kase. Mos e sjell probleme ty në Sarandë. Po sjell ku do dosh të matë. Ti je dëmtuar në punë. Në punë, Barreun. Jo, në punë ti dëgjon sa do. Zotria. Çfarë lajmërut zotrin? Po, mora me lekë. Telefona jep leka se kështu lloj do ikim në gjiro kase. Pra është dëmtuar në punë. Është shkelje e rënd kjo në fakt që do të thotë ti dëgjove. Ju mos mali dëgjove. E ke shehur aksident? Jo. Ky zotëri më shuar nuk ka se si ta di, e ndoshta nuk do t'ja di se aksidentohen punëtorët në punë. Madje ai as nuk shkon ndonjëherë ti takoj. E jo më të marr mundimin. Ti paguaj. Ta zotërin këtu kanë disa muaj që nuk kanë shkuar as në shtëpi sepse kanë punuar. Ai zotëria ka të shenjën në bark dhe shoqër që ka shpëtuar. I kanë duar gjak nga puna dhe mos ti paguash realisht është një gjë shumë e rëndë dhe shumë e ulët. I ke këtij zotëris 13 milion për t'i dhënë? E gjysmë. 13. Po, janë. Po, janë. Pra e pranon që i ke 13.5. Po ja se zdroj aty, Do sa i ke? Ka nga puna dhe 5 milion. Ka nga puna. Tashmë situata nis të nxehet dhe durimi i Klodianit duke se sos. Splasun. Se kam 5 ditë që po të kesh. Ti që dorë. E morën telefon. Shumë agresiv. I thash? Agresiv. Agresiviteti është gjë shumë e keqe, por edhe halli që të çosh bukë
tek shtëpia është hall shumë i madh. Të siguroj që nëse do të kishte ty dikush 13.5 milion lek për të dhënë, nga një punë e vështirë me dru, nga një punë fizike, nga një jetesë në skamje me kushte të mjerueshme, ti je i sigurt që dhe ti do bëheshe luan për të mbrojtur të drejtën tënde. Shumë i saktë e shumë e drejtë. Shumë e saktë, shumë e drejtë. Po zgjidhje. A ka? Se që kemi të drejtë? E dim. Zgjidhja ime do beqmos që brenda këtyre ditëve do vjen dot këtu. Në drejt deta të 15-20 nuk e di. Jo, 20 çfarë? Të maj, po Këte bre, rroj këte bre, po të gënjej me kundërshto me zotri. A thash do të marr pek të fund burg, të vij pek të fund në burg, do të fushët të fund në burg. As 24 orë nuk të pres. Lekët urgjent, për ndryshe, kam randezur, do vish po gates sot me mua. Se kam fëmijë pa bukë aty tis plas për fëmijët e mi. Ka fëmijët pa bukë. Unë mora borxh, kam marr 800 euro par ditë. Ja mora vjerës në Itali. Në mes të një situate të tensionuar dhe gjakrave që janë nxehur, aty afrohet një tjetër person, i cili pasi prezantohet si bashkëpronar me Zudiun, hyn me njëherë në aksion. Do vi komisioni. Ti ça fizika mund. Po mi më për 5 minuta. Kë e lemi? Do prek ai do më kërcënoj mua, vjen ai kërcënon ai mua. Të lutem. Do vi politik. Po këta për të kërcënuar i ke sjell. Po ma ngriza në mua, zotri sot kam kaq të çeturoj. Jo, mos më prek tani, se po bajat kjo. Po do ti marrësh lek, të matet, marrë, punë do ti marrësh. Jo. Ministre, shumë mirë. Një punë e shefë. Fëmijët e mi nuk liren zë për këtë. Mos ma vlonë në shtëpi të fut brenda. Tash i më nxjerr pretekst se kam çupën në ministrisë. E ndërsa jemi në mes të kësaj përplasje, ku nuk mungojnë as presionet me njerëz të fuqishëm, Befa Zudiu ndryshon mendim dhe më në fund bën premtimin e parë. Maksimumi, unë va një shok të më dhe 30 shtator, 100%. Deri me 30 shtator do t'ju japësh patjetër. Pa lek çdo muaj, çdo radhë. Tuan qendat, më shumë po, më pak jo. Unë të jap fjalën para tyre. Do me thonë këta zotërin, duhet të presin edhe 5 muaj të tjerë për të marrë paratë e punës që kanë kryer prej kohësh. A nuk tu egzageron sërish ky zotërin? Ha dy makinë. Te ke për zotërin, makinë time dik makinë. Jo, na sut nuk ka. Dy makinë. Ora bëu me makinat e mia më gjat me çe. O, çao mashtrues, Zotërin, të inspektoriatit të punës në Sarand, ja ku e keni një rast skandaloz të shfrytëzimit të punëtorëve dhe abuzimit të talljes me djersën e tyre. A nuk është momenti të bëni punën tuaj? Pasi korri sukses si këngëtar rruge, Visuari ka vendosur që ta ngrej veten në detyrë dhe të ndryshoj profesion. Në fakt, aq i madh ishte suksesi i tij sa që edhe vet Kanye West u trëm tha mos, kejda pa koncert të mazuri ky vendin. Është të mërshme, ha? Po pa merak pra, se këtë herë ai do të vinë në petkun e një tjetër profesioni, atë të policit bashkiak, dhe ka vendosur të mbys në gjoba qytetarët e Tiranës. Shumë mirë apën. Dhe më gjoba Visuar, mbytin gjobat me që të nxjerrin 5 milion euro që do vi Kanye West, ha? Mbyti më me gjoba, la. More shumë zjarë tani. Ndjekim kamerën e fshet të Visuarit. Ndjeqa. Do merrni një gjobë. Oh, nuk i gjoba që bone zica. Unë shaj ka pejë fort. Nuk i gjoba që bone zica. Sa lekë është gjoba? O dvje inspektori që për e ligja. Inspektori që për e ligja. 50-25 për e pagu të shpet. Mama këtu ka përfundu veni. Diqeni jon. Stop. Na e ka bojnon. O nuk vin kërkush. Jam inspektori i rregullores parkut. Me njënë me najmush. Do merrni një gjobë sot për ndotje akustike. Ma e këti, Rama apo Bashkia? Inspektori i rregullores parkut. Kemi bërë këto rregullat e reja të parkut që të krijojmë një ambient sa më të këndshëm për njerëzit dhe të lutem me bluze. Nuk e dinim. S'ka më gjobë. Dali pak këtu ta. O, dali. Iko. Skajde, nuk ka, është patrulla tjetër, nuk është problem. Sa lekë është gjoba? 50-25 për e pagu të shpejt. Jo, më ka ardhur këtu se e marr më dorë, unë thashë the 5.000 lekë, 5.000 lekë si marr me makinë. Ishte një kamera fshet nga Piranja. Kjo është kursia e vrapit, nuk është kursia e ecjes. Dhe do merrni një gjobë sot. Qa unë ja potori kësaj. E kujt? O fit pompat. Okej, po ti duhet t'jesh i pari që duhet t'i dish rregullat. Këtu ecin vetëm ata që ecin me vrap. Por nuk ikim me vrap. Kjo kursia këtu është vetëm për vrap, nuk duhet të kaloni me avazh. E dini që nuk lejohet me biçikletë zotri? Jo, nuk e di.
Japësh një identifikimi tuta? Çka ke dalë ti? Gjop për njerëzit që nuk respektojnë rregullat e parkut. Me bicikletë. Po. Po këto se kalojnë motor? Ku janë ndaluar zotëri? Po ja fut kesh pa aty këtë shi. Në unë çka ka fikë pas. Ku e re që bllokuat kursin e shpejtësisë. Dhe do merrni një gjop vogël sot. Sa lekë? Është 50, 25 nëse e paguani brenda 3 ditëve. Po të kaloj 3 ditë. E paguan 50.000 lekë, pastaj e paguan të plotë. Mama, ka përfundu veni. Po ti ku po peti ma, ti më thep tu tash. Unë këtu rri, unë ma të punë merrem, çfarë bëjon tani? Tu nuk vizet më mama. Tu po jo ti po tretuar, ai është më keq tretuar se sa ty, soi bie. Ka një gjop tjetër? Jo. Mani këtë gjopën? Shiko ke kamera atje se ishte një kamera fshet nga Piranja. Është shaka. Më vllose. Sa po shkelet bari, duhet të... Kila ban, nuk s'kila ban. Ja, erdhët nga lartë, shkelet bari. Po ku di jo? Si ku di jo, po i ke zotrin në çdo hyrje të parkut e ke tabelën, mos shkel barin. O ta mbret parë tash. A, e ke për të parë. Ke liçeni, e ke tabelën aty, nuk shkelet bari. Ke ndjes. Vura re që shkelet bari. Kemi kaluar gjithmonë. Shumë gabim. Faleminderit që më lajmërove. Po të lutem më duhet të plotësoj një gjop. Do plotësosh ti gjop? Po, se e kemi me urdhër nga lart. Plotësoj atje, nga e merr jo. Po pra, ishte thjesht një shaka. Shive kamerën atje. Jemi ke Piranjat. Je shumë e mirë. Atë si ne? Jo, është gjob, nuk është çështë e kohe. Po, sepse morëm njoftim nga fillimi që keni shkelur barin atje në fillim të hyrjes së liçenit. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Ku keni? Të marrim patrullën që të vi, që ju kapi edhe shkelim barin. Po, ata funksionojnë me prova. Keni kaluar shpejtësinë e korsisë së ecjes. Po si duhet të ecësh, duhet të ecësh andaj? Do një gjopën. Më fal. Po. Si ta paguaj? Okej, jo, mund ta ankimosh. Thjesht më duhet një mjet identifikimi nga ai. Shpjo, ka pse ta jap fare. Ecën ai e bën normal. Atë është kundërshtim zotri. Ua, ç'është kjo? Të kalojnë shumë me motora e mes shumë të këtej. Po ti e di që je në gabim vetë zonjë? Po pse jam në gabim? Për te kalim bukurie. Te kalim bukurie? Nuk mund të dilni kaq të bukur nga shtëpia? Mbaj? Jena të reziti se po më shkatron. Si të dalëm? Pak më e thjesht për shembull. Po më thjesht sa? Çko? Ishte thjesht një kamerë e fshet nga Piranja. E bëf mirë. E dini që ecja dhe ngrënja në të njëjtën kohë nuk lejohet? Nuk e di. Është për sigurinë tuaj? Falenderoj. Më duhet të të vendos një gjop sot. Do vendos mua gjop. E ikëm gjop. Në të hopër bukit në veç gjop. Ikëm një ratë. 25 në qoftë se e paguani brenda 3 ditëve. Jo 2500, 25.000 të vjetra. Po këto janë gjoba kështu, tamam gjoba. Një mjet verifikimi tuta? Po mos kemi vetëm çfarë do bësh? Pastaj merret patrulla që të bëhet verifikimi, s'kemi çfarë të bëjmë. Po çfarë? Nuk ta jap lekun sepse e di që se merr për vete. Jo, nuk është se do më japësh mua, do e paguash ke posta. Pikërisht pra pikërisht, nuk ta jap fare. Shiko pak aty. Ishte thjesht një kamerë fshet nga Piranja. A ishte nga Piranja? Respekt. Më dhanë informacion nga lart që keni kputur gjethe, shkelni barin, dëmtoni mjedisin. Jo, po tani unë kam informacion se më tha një zonjë me bluzë Leila, të lutem ndaloje. I ke ujnë drejt. E merrni një gjop vogël sot për përdorim kputësh në territor atletësh. Sepse dëmtoni infrastrukturën. Tu është terren ku duhet përdorur atletja me sholl të butë. Nuk e kuptoj, do gjobitë unë kam vesh kputë të tilla. Po. Dere më se digjon çfarë digjon, hajde. Po ndaloni pak këtu. Po. Jeni bashkë të gjithë? Po. E dini që nuk lejohet përdorimi i biçikletës këtu? Po. Keni tabel ke fillimi i liçenit. Ne bëjmë ture për ditë. Shumë gabim. Kjo pjesa këtu është vetëm për këmbësorët. Që sot duhet ju vë një gjop sepse për këtë punë kemi dalë. Unë mund të ikë ti hajde më dish me vrap ta kthejmë në këtë lloj forme se nuk bën sens, kupton? E provoj mirë. E bëj me stil, kështu që të ndjekun me vrap. Jo, nëse ti po them faleminderit për informimin. Qofse ti e shikon të arsysh me vendose, po un po iki. Do dal aty do ta marr në dorë, kaq e thjesht. E vetmja gjë që na detyrohesh është t'ia bësh me dorë kamerës, ishte një kamerë fshet nga Piranja. Okej. Jam inspektori rregullor i parkut. Po ika. Kam të drejtë të ndaloj. Ika të motor. Po, vetëm një sekond këtu. Ja. Po dakor, vetëm një sekond. Kjo është kamera fshet, zotëri, është shaka. Gati, po të jap dorën, vetëm të shqetësove. Okej, ndihet. Nuk lejohet përdorimi i biçikletës. As atje? Sidomos atje. Kështu që sot më duhet të vendos një gjop. Mua më gjetë ore. Sa është gjoba? 50 është nëse e paguan mbas 3 ditësh, 25 nëse e paguan brenda 3 ditësh,
ose më jep një kafe dhe harroj unë si muhabet. Se t'jesh një kamerë. Dali, si kalove? Mirë. E dini që nuk lejohet përdorimi i biçikletës, një mjet identifikimi tuta? Sa e zgjova? 50, 25 që e paguni brenda 3 ditëve, ose më jep një kafe dhe harrojmë si muhabet. Ku ta paguaj gjobën? Ke posta shqiptare, ose mund ta paguani ke zyrat e Piranjës. I ka me qeta me qeta. E do me di. Dhe si e? Se kalove? Inspektor rregullores parkut. Mund ta undi pak muzikën, ju lutem? Faleminderit. Çfarë, më bezorëm të dy gjuhë? Çuna, ha gjop çuna, hajse ju takoj pasaj. Ka qefin e vet. E po, më shqetëson mua që jam qefin. Bezorëm dy gjuhë. Po një gjova që atje burrë dhe. Jo, shqetëson patat, shqetëson njerëzit. Ne që gjovën të gjithë. Thjesht bëheni kamerës me dorë aty se është kamerë aty nga Tirana. Është thjesht një shaka. Shaka. Po vjen. Përshëndetje, si jeni? Duhet të visheni me sportive. Nëse nuk visheni, çfarë ndan? Thjesht gjobë është ajo. Jo, kam për gjobën. Po, mos thuaj. Nuk kam ski. Po, më jep një emër. Nuk kam ndaj mendeni. Prandaj nuk ndaj në gjobë. Ta shpikur. Jam mirë nga mendja. Nga Tirana. Po çfarë gjobe do vesh sot por unë jam hadhexhi, unë jam mallakasirotari me qerat, i thot veç gjob sot. Mirë, ti ai di që s'do. Po. Te thoj mos dil me unë, jam hadhexhi me 300.000 qerat. Po dakor, nuk po zgjas më me këtë që the. Është thjesht një kamerë e fshet nga Piranja. Ti shaka, vazhdo të çet. Mirë. Këtë herë do të kalojmë kufit administrativ, përqendruar në Shqipërinë tonë të madhe, konkretisht në Kosovë, ku ka ndodhur një ngjarje e cila është maksi i çdo prindi, një mësues që ngacmon vajzat. Ky mësues nuk mjaftohet vetëm me kurrikulin e vet në shkollë, por do ta aplikojë edhe kurrikulin e një pedofili. Po fatmirësisht Piranja jon e Dona Gashi ka shkuar ta ngeli këtë mësues në klasë. Pak ditë më parë, në redaksin tonë, erdhe ky mesazh zanor. Para mendoj një fëmijë 13 vjeçar, me kaluna për një ngjarje të tillë, me u ngacmu me fjalë të tilla, brutale, është e tmerrshme. Vajza që ka planuar të ndajë historinë të tmerrshme të ngacmimit seksual të një nxënëse në shkollën e fshatit Zllakoqan të Klinës në Kosovë. Është motra e viktimës, një 30 vjeçare, e cila ka ngritur e para alarmin për ngjarjen e rënë, ndërsa personi që citon prokuroria është 42 vjeçari, Nik Ndrecaj, mësues i kësaj shkolle. Ngacmimi i mësuesit ndaj nxënësës së tij ka nisur me disa çate private, që shumë shpejt kanë kapërcyer çdo limit të komunikimit midis një mësuesi dhe një nxënëse. Tekstet e këtij personi që duhet të ishte edukatori është pak të quhen të tmerrshme dhe tregojnë më së miri anën e errët të një individi, babai i 2 vajzave të mitura. Ai me fjalë të sakta, thotë të martën, unë kam e të prej, kam e të shtit dur edhe nëse vërtet. E alarmuar me çfarë ka parë në celularin e motrës më të vogël, 30 vjeçaria merr kontakt menjëherë me mësuesin, duke e njoftuar se do ta ndiqte vetë situatën e tmerrshme që ai ka shkaktuar të voglës. Pasi që i kam pa bisedat, jam konë tepër me fosën edhe i kam shkruar personit të fjalë. I kam kërku llogarit që është e mujtë. Asë një moment vetëm nuk ka tentu me më hu rostin, qka ka bo? Të vetëmin sen që ma thoj ke mos të lajmëron media, mos i trego babit, mos të që rostin polici, kërkoj ke falje pa ndërprej, më theke, a jenë Kosovë, me folket sen live, mbaj ke bejë, mos mi publiku sendet. Në situatën kur gjithçka është zbuluar nga të afërmit të nxënësës së tij 13 vjeçare, mësuesi Nika i ka propozuar atyre një zgjidhje që mund t'i jepte fund maksit të vajzës, por që do të lindte të lirë një manjak nën petkun e mësuesit.
ka me bë kërkesën mu largu prej shkollës, veç mos del rastin media ose në polici ose me tregu prindit. Po për mu kanë e papranueshme një sen e tillë se raste tilla nuk është e drejtë me mbet veç me ndru shkollën edhe hajtë se kryhet. Për mu është e papranueshme ajo gjë. Familjarët e vajzës jo vetëm që refuzojnë kategorikisht çdo marrëveshje me mësuesin pedofil, por i drejtohen menjëherë policisë, e cila në bashkëpunim me prokurorinë kanë kryer arrestimin e menjëhershëm të mësuesit Nik Ndrecaj. Prokurori i shtetit ka ndaluar një person për 48 orë në ndyshimin se ka kryer veprën penale sulmi seksual. Njëkohësisht policia e Kosovës janë autorizuar që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që kjo çështje penale të ndryqohet në plotni. Ajo është babi dy vajzave vetë. Nuk e di çka ka mendu, çka ka leju truni tim me ordernat pik. Nuk e kuptoj. Më vjen shumë keq për ata fëmijë se në funditët janë edhe ata të prekun për këtë rast. Ndërkohë, kjo qasje e pështirë dhe njëkohësisht e rrezikshme e mësuesit manjak ka shkaktuar efekte të pariparueshme të vajza minorene, e cila, për fat të mirë, është mbështetur nga familja. Jemi të përkujdes maksimalisht për psikologjinë e motrës, se gjendja e saj është emocionalisht tepër e rënduar. Si për mamën, si për babën, rasti u kanë shokues. Unë nuk kam pa dhimbje më të madhe në jetën time në sytë e tyre. Se janë vetë po thënë, një minutë me gjithë hapësirë shkon në shëjdet. Motrën, vllaun, kanë do e dërgojnë në shkollë, mendja tyne me kone ndritën, jo me përjetu nga smime seksuale, prekje, ose edhe çka do ma të voglin send, që e do më tonë psikologjinë e një fëmije. Ndërkohë, motra 13 vjeçares jep një mesazh për të gjithë prindërit. Për gjithë ata prindër, të kenë kujdes, që rinë afër fëmijëve tyne, që u jepin lirinë edhe mundësinë me diskutu me prindërit tyne sikur shok. Jo me fajsu fëmijë, absolut, se një 13 vjeçar s'mundet me pas faj për akte tilla. Nëse një prind nuk e ndihmon fëmijën, unë nuk di kush ka me ndihmu tjetër. Pas gjithëre dramave do ta mbyllim këtë episod me gëzim. Me gëzim, po, sepse kjo javë përkoj edhe me festën e Shëngjergjit. Dhe nuk ka komunitet që dita festojë më mirë se sa Ajrom, që në gjuhën e tyre quhet Një fest në fakt me traditë shumë të veçantë, e cila fillon që natën e 5 majit në kërkim të kallinjve të grurit në Përara. Por që do shumë guxim ama, ha? Se dalësh natën, kërkosh kallinjt e grurit dhe të shofësh boqet e ashashit dhe po ne dolëm për kallinjt e grurit. Një rrugë të punë. Dhe thot Ajroja, i rujt Shëngjergji vllai. Para 4 vitesh Pirajat ka qenë pjesë e këtyre festimeve kaq të veçanta dhe ne kemi shumë kuriozitet të rishojmë të pamë.
Të hash, të pish, të kërcesh, është formula magjike e çdo feste. Por për komunitetin rom, kjo është mënyrë jetese. Ore po patë lek di për di fest kemi ne. Megjithatë, edhe për ta ekziston një ditë krejt e veçantë, 6 maj, kur hahet, pihet, kërcehet dhe festohet më shumë se kur, për nder të Shëngjergjit apo Ederlezit. Emri është Herzelezi. Kur vjen behari, çelin lulet, çelin pemët, që Zoti jep me fjalë drithrat, ushqimet, gjitha këto të mbjellat. Bëjmë vitirin, po më mirë është kjo që bëjmë 6 maj. Kjo do ngeli tradit brez mas brezi. Kur romanisht i themi bute breshenju, për shumë vjet gëzuar. Është gjë e veçantë për ne. Është një ditë e shenjtë. Me si e prisja këtë ditë. E presin me padurim që ta festojmë festën tonë e 6 maj. Një fest për dimrin që ikën e pranverën që vjen. Një rituali përpikt për mbarësi dhe bollok me grur, trëndafila dhe unaza. Këte bëjmë kuror, i hedhim ca trëndafila dhe i kalojmë fëmisë kështu, që po heq unazat. Gjithçka fillon kur përreth, bota është ende në gjumë. Mirëmbrëma apo mirëmëngjesi. Ora shënon fiks 3:29 e mëngjesit, po. Ne do vemi për grur, do futemi në grur të ri, për këtë vitin të ri, që kemi Shëngjergjin e romëve dhe do flasim. Në këtë të vjetrin, në jep të ri. Shkojmë, po. Okay. Bëhemi shumë veto? Bëhemi, ande i lartë biles kusheti sa kanë vajtur. Ke marë. Është shumë larg? Jo, sa kaloj me kurudhën. Po vjen Dana e kishte emrin. Dana. E digjej zhurmën. Po me në një gjys? Ja. Hajtë merë një gruri, najdi. E bakrin qinasa. Që do të thot? Shëngjergji erdi, qenjat për i therim. Bahtalo, i breshe pola që dëmë thënë për të vitë mbarësi, vitin tjetër ma mirë. Këta rom të lagjeve periferike të Fierit, sapo kanë nisur të kërkojnë fushat me grur. Duket se do t'jetë i gjatë këtë vit pelegrinazhi nëpër Errësirë. Ndoshta sepse nuk mbillet më bereqet si më parë. Apo është faji pandemisë, ndoshta edhe lufta bën të vetën. Në këto rrethana, një makinë të bën më shumë punë. Tani nga po shkoni me të? Vajtë për të marrë grup, po s'kja këti lartë, nuk pam, që që duhet ta kontrollohen s'kishte. Edhe nga po shkoni? Do vim vend tjetër se s'ka vajtë aty. Më pak grur, por edhe më pak njerëz në kërkim të tij. Bela, ky vit si ka qenë? E vështira, ti do habitesh e vite që kaluan. Kanë lëvizur shumë. Unë vetë kam 3 vajza, 2 në Greqi, 1 në Gjermani.
mandin një shtulla. Me kaq shumë bokse të duket sikur jeni në një studio gjigante muzikore. Këto bokset vllai merrni me qera apo i keni t'jujet? Jo, tonat janë. Muzika të shton jetën, nuk ta pakson. Mos të kesh të hash të pish, çoj një muzikë të largon çka ke në moment i largon të gjitha. Kur mu do qej, për shumë vi nga pazar jam i mërzitur, po? E, 2 do pjoraki, ati një meze, hedh një muzikë, për qef. Kjo shëndeti, ha pi se nesër larg qoftë do vdesim, çfarë do marrim me vete lekët? Nuk i merr me vete atje. Po bëj një shtëpi aty një makinë bolle ke dhe ha pi. Unë për shumë kur të hapet laçi, do vetë do therr 2 copë në laç. Do marr dy qynja si këta kësa për nusën e çunit atë të mani që më lindi çup, i ka futur emrin Monika. Vitiri mund të krishë për shumë 400-500.000 lekë, për këtë mund të krishë 1 milion e lartë. Kjo e hedh vetë kismetin, gjatë një viti e bën vetë kismeti ky. Me çfarë punë merresh ti vlla? Tregti, rroba atlete, hekra, nga këta çadra këtu shkon, i bën vetë ke plazhi. Sa mirë. Sa e madhe mund të jetë dashuria për një bashkëshorte? Unë të vdes edhe gruaja ime të rroj. Çfarë thua? E dua shumë, për zotin. Pastaj nuk ja them, se kam parë se çka ka bër. Nën, baba, motër, vëlla te kam. Nuk kam njëri tjetër. Jo, ne burrat dim për shembull do bëjmë tregtin, unë do marr makinën, do iki për shembull gjym ballç, ku ti do brell
Ne kemi arritur Quando ci vuole. Quando c'è, chi non c'è. Erdhi dhe fondi dashur miq, për sot piranjat mbaruan, por nuk mbaruan me kaq, sepse kjo nuk ishte një premte e zakonshme. Jo, nuk ishte një e premte e zakonshme, sepse duhet thëmë që dolëm në transmetim në një fundjavë të jashtëzakonshme, por javën tjetër do kthehemi të premten. Po, jo si sot shtunën. Në po të njëjtën orë. Në po të njëjtin vend. Me po të njëjtët njerëz. Me po të njëjtat piranja. Ndoshta, ose jo. Po, ne po jemi. Për ju t'i gjë. Dhe kujdes. Piranjat kafshojnë! Që nga jufu në veri me të rëmjë e rësirë në përfusha, në përkodra për shëlenjë e kërcirë pra pura, hajpini orë qast për që kalli në të erët a zestë e i raft